David Dana, i cili disa javë më parë hyri me forcë në një mbledhje të Këshillit Bashkiak të Vlorës për të shprehur shqetësimin e tij mbi shpronësimin e banesës pranë portit të qytetit, ka arritur të gjejë një zgjidhje për situatën. Është kryebashkiaku i komanduar i Vlorës Elisa Lili, i cili ka postuar në Facebook një foto me Davidin, të shoqëruar me bishkrimin: "Jam shumë i kënaqur që problemi i Davidit u zgjidh. Besoj fort në dëshirat dhe nismat e të rinjve, me besimin që aftësitë, vullneti dhe besimi do t'i bëjnë të ecin përpara." Ndërkohë, burime pranë bashkisë thanë se ngërçi që krijuar me shpronësimin e Danaj lidhet me një procedurë teknike të munguar gjatë procesit të shpronësimit, i cili varet nga 3 institucione: Bashkia Vlorë, Ministria e Infrastrukturës dhe Ministria e Financave, ndërsa po punohet sipas burimeve edhe me problematika të tjera të pazgjidhura sa i takon ndërtimeve të prishura në interes të zgjerimit të rrugës hyrëse të portit. Më 29 shtator, Danaj dhe një mik i tij hyn me forcë në mbledhjen e Këshillit Bashkiak dhe përplasën me disa antar. Danaj shpjegoi se banesa e tij në zonën pranë portit detar ishte shembur për shkak të një projekti rehabilitues, duke e lënë pas tre dhe pa kompensim financiar.